Territori i Kosovës për datën 26 prill 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja do të jetë me diell, ndërsa pasditja vijon me vranësira të lehta kalimtare në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:31 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 8 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 19 gradë Celsius. Skënderaj, 8 deri në 21 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 21 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov, 10 deri në 23 gradë Celsius. Malishev, 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjilan, 7 deri në 21 gradë Celsius. Ferizaj, 9 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 19 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 23 gradë Celsius. Prizren, 10 deri në 20 gradë Celsius.